Para një viti e pak le të themi, kemi qenë së bashku me regjisoren Edina Mustafiq për të folur për shfaqjen Buongiorno, e cila ishte premiera e një viti më herët, ndërsa sot rikthehet, por nuk është thjesht një rikthim, por me plot risi të tjera. Përshëndetje Edina, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Dafi. Kënaqësi e veçantë ime gjithashtu, të jam gjithmonë këtu në mesin e gjithë juve, ku njëherët shpreh falënderimet gjithë stafit për mbështetjen tuaj si gjithmonë dhe për ftesën. Tani, më lejo ta filloj pak me humor, derisa vjen mëngjes punës. Këto rreshje të shiu tha ky është një bereqet për teatrin të Uta, se nuk e kuptoj se si ndodh që në çdo shfaqje kemi rreshje të shiu. E vërtet, dhe në fakt atë që kemi vërejtur është se kohën e fundit secila premiere e jona, nëse një ditë përpara shkon çdo gjë dhe koha është e volitshme në për kushtet tona që të përgatisim çdo gjë deri në minutin e fundit, momentin që ditën që kemi premierën në fakt ndryshon çdo gjë. Dhe është ndodh për mirë. Ka gjithmonë shumë publik, edhe jep shumë emocione. Shfaqja Buongiorno është dhënë një vit e pak muaj më herët premiera. Rikthehet përsëri, pse vendoset ta risillni edhe si erdhi, le të themi, ajo që unë kam pyetur, a do t'jeni diku jashtë me të, ja ku po vinë, le të themi, datat, na shpjego pak di. Në fakt, Daf, kësaj radhe është emocion ndryshe, i veçantë, sepse gjithë stafi tashmë po del pak edhe jashtë kufive. Vitin e kaluar pa të mundësi kështu të shfaqemi para publikut tanë, i cili jemi priti jashtëzakonisht shumë mirë, dhe patëm kërkesë të rikthehet. Pa tjetër e dim në fakt kushtet dhe vështirësitë cilat gjithmonë artistat ndodhen, dhe ishim të detyruar në fakt të bëjmë një pauzë, të rikthehemi apo jo, ku gjatë kësaj periudhe ne kemi punuar shumë me fëmijë, me të rinjt, me shkollën e mesme, ku gjithmonë është qëllimi ynë dhe pikësynimi ynë, por ja që ndoshta nganjëherë themi vjen momenti dhe koha për çdo gjë, dhe ka qenë ndoshta periudha kohës më e mirë, kur në fakt është punuar gjatë, nëse sot jemi në këtë muaj, dhe sot jemi në këtë ditë që jemi me datë 21 prill, ne kemi filluar gjithë këto përgatitjet para vitit të ri, duke filluar kështu kontaktet e para me gjithë teatrët, duke zënë datat e caktuara, që të bëhet e gjitha në një kalendar dhe çdo gjë të lidhet njëra pas tjetrës, që në fakt jetë për gjithë stafin dhe për gjithë ekipën sa më e lehtë, duke marrë parasysh se gjithë këta ushtrojnë punë të dyta, dhe patjetër që nuk është kjo primarja, por ja kur bëhet diçka me dëshirë dhe me shumë dashuri, gjithmonë arrihet edhe qëllimi. Shumë suksese. Rikthehet sonte, le të themi ky tur fillon në shtëpi, fillon në Ulqin, në Qendrën për Kulturë në ora 20. Kemi një bilet me 0 çmim. Po, është për t'u vlerësuar, por edhe mund të them një thirrje për publikun ndoshta, edhe kjo. Në fakt, duke patur parasysh që në momentin e fundit kërkohet për karrik shtesë, dhe që ato njerëz që mbesin në pavend, kemi thënë ok, le të jetë për gjithë njëjtë. Shikoj mbasi që nuk është jemi në fillimet tona, por duke e marrë parasysh që interesi është i madh, atëherë le t'ja nisim kështu. Para një viti në fakt, Daf, më keni pyetur cilat janë qëllimet e kësaj shfaqje dhe a do vazhdoni më gjatë, dhe jam e lumtur që ndoshta po edhe pas një viti, por i kthehet, po vazhdojmë më gjatë duke trokitur kështu nëpër dyert të teatrove të mëdhenj, ku ne po jemi të vegjël, por ja që po arrim aty ku qëllimet dhe synimet tona kanë qenë gjithmonë. Pse me Buongiorno, turi? Po, shumë e vërtet dhe pyetja e qelluar se pse. Në fakt e kemi biseduar edhe në intervistat tona të fundit që shfaqja Buongiorno trajton tema të ndryshme, ku një shfaqje e cila ka edhe ritëm, edhe humor, edhe kthesa të ndryshme, edhe situata të ndryshme. Situata këto ku në qendër fakt vendosi temat të përditshmërisë tonë. Duke marrë parasysh që po flasim për përditshmërinë tonë, besoj që kështu i gjithë publiku do ketë mundësinë të gjejë veten sadopak në ato personazhe, dhe jam e sigurt se secili nga audienca do ketë mundësinë të gjejë veten, të prek veten, të shoh veten po në atë skenë. Dhe ku më mirë se po me këtë Buongiorno, me këtë shfaqje që trajton tema të tilla, dhe kështu të shprehim pak nga emocionet, apo ndoshta nga
fryma ulqinake kështu në për gjitha këto trojet dhe vendet të tjera. Patjetër që aq sa ka humor dhe ritëm, aq sa ka ne mundohemi në fakt që të trajtojmë tema të cilat në një farë forme të lënë mesazh, të përçojnë diçka, që përmes kësaj të shohim veten, të reflektojmë vetveten, jemi apo jo, me miq të duhur, me tryeza të duhura, etj. Unë e kam parë premierën para një viti edhe akoma sot nëse më pyet unë mbaj mend ato batutat. Kështu që kur një shfaqje le të themi të lë këtë është për tu vlerësuar. Kemi pak ndryshime në kast? Po, në fakt po lidhem pak me atë që thatë edhe pak më herët. Është e vërtet, Dafi ishte një periudhë kohore pas premierës vitit kaluar, ku cilin që hasnim në rrugë na i vindën e pa batutat që ne kishim gjatë shfaqjes, kështu duke përdorur telefonin apo ndoshta duke bërë veprime dhe situata të cilat kishin ndodhur në shfaqje dhe ku ka më mirë se të shohësh që në fakt ti ke përcjellur diçka, publiku e ka marrë atë mesazh dhe ndoshta po reflekton me veten. Thellë. Shiko, ne në fakt në përditshmëri jemi këto që jemi, mundohemi të jemi më të mirët e vetes, gjithë gabojmë, por ndoshta nuk është kurrë edhe për të reflektuar edhe për të bërë ndryshime, qoftë në marrëdhënie, qoftë me vetveten. Ndërsa ne në fakt pas gjithë peripecive arritëm të rikthejmë këtë shfaqje, po me pak ndryshime, duke marrë parasysh se gjithë jemi të ngarkuar dhe është plotësisht e kuptuar kësaj radhe përveç bashkimit, Banës, Blertës, Amrës, Arbrit, na është bashkangjitur dhe Muhuruçi, tashmë pjesë e stafit tonë që nga hapat e tona të parë, si dhe kemi aktorin nga Kosova, Armen Zeqiri, ku njerit edhe përshëndes për gjithë, mund të them kështu, sakrificën e tij, ku në fakt është për gjithë këto ditë larg punëve të tija të përditshme, familjes, dhe po mundohemi kështu të bëjmë të mirën, që të rikthehemi po ashtu tek aty ku në fakt çdo gjë ka nisur, ku edhe janë emocionet pak më të veçanta në Prishtinë. Po, tani, tu fillojmë sonte në Ulqin dhe kur do t'jemi në Prishtinë edhe ku do të shfaqet më Bongjorni? Në Kosovë dhe në Shqipëri? Po, në Kosovë dhe në Shqipëri. Është vendosur kështu e para Prishtina. Mund të them kjo një rikthim aty kur çdo gjë nisi, si për mua, si për jetën, si për bashkimin, ku ne si 3 student shumë të rinj, nuk e dinim në fakt, nuk dinim fort nga kjo botë, por mësuam shumë nga ata dhe po rikthehemi kështu që në një farë forme të i bëjmë sadopak krenar edhe ata miq, kolegë tanë, profesor, t'ju tregojmë që po edhe ne jemi kthyer në qytetin tonë, po punojmë me aktivitetet tona. Në fakt edhe për ta ka qenë gjatë gjithë rrugtimit, gjatë studimeve tona, e kanë patur për qëllim që të na motivojnë dhe që të na japin sadopak ato mesazhe që edhe një qytet i vogël, edhe një qytet pa teatr, edhe një qytet pa ndoshta një skenë magjike mund të rikthehet dhe mund të bëhet edhe shumë e madhe, ku ja po ne po rikthehemi si profesionist tashmë dhe me datë 23 do jemi kështu në Prishtinë, në teatrin Dodona, ndërsa me datë 24 do jemi në qytetin e Shtimes, ku më lejoni që në këtë rast të shpreh falënderim të veçantë dhe mirënjohje pafund për ambasadorin e Malit të Zi në Kosovë, këtë rast zotrin Bernard Çobaj, i cili në bashkëpunim dhe me organizatën turistike e bën të mundur rrugtimin tonë në Kosovë, duke vazhduar pastaj dhe me Shqipërinë, ku me datë 27 do jemi në Shkodër, në Teatri Migjeni, ndërsa me datë 29 do t'jemi në Teatri Metropol në Tiranë. Në fakt, për herë të parë po shkelim në për këto skena kaq të mëdha, duke shpresuar që ky do t'jetë vetëm një fillim i uni. Do t'jetë një nisje e mbarë edhe e qelluar, shpresoj shumë. Ditë të ngjeshura. Po. Një tur i cili le të themi në një javë maksimumi rreth 10 ditë gjitha do të përmblidhet. Çfarë emocioni t'jep si regjisore e shfaqjes? Në fakt të them të drejtën, i gjithë rikthimi i shfaqjes është bërë në një kohë rekord, më pak se një muaj. Nëse them më pak se një muaj, zëre që janë edhe ato më pak, sepse
jo gjithë ekipa ka qenë çdo ditë, sepse përveç që kemi një staf i cili punon punë tjetër, kemi edhe disa studentë dhe ata cilët udhtojnë çdo ditë dhe nuk janë të gjithë këtu në Ulqe. Jam në fakt minjose pafund gjithë ekipës, bashkimit, Albanës, Blertës, Muhos, Amrës, Arbrit, Armendit, Ericek, Erithem, sepse në fakt nëse çdo gjë barazohet në fund, ata në fakt të gjithë e bëjnë vetëm me shumë dashuri, me shumë pasion, ku nuk ka përfitime financiare. Janë zero, barazi zero, por e gjitha kjo energjia atyre në fakt reflekton tek ne, tek unë, tek jeta, tek Munibi, i cili derë më derë troket në fakt që të mund të mbledhim diçka s'paku që të mbulojmë ato shpenzimet e këtyre rrugëve. Sepse po është një javë dhe gjitha kjo është si një tur në fakt, ku për ne është edhe sfidë, sa do t'jetë edhe lodhje, ka dhe emocionet veçanta. Ne në fakt dëshirojmë që pas gjithë kësaj të takohemi sërish dhe patjetër të dalim me falënderime pasi që çdo gjë të përfundojë dhe të fakt të ju falenderojmë atyre të cilët sadopak me shumë, do të për ta diçka vogël, për ne do thotë shumë, e ajo është besimi i tyre, gjithë atyre të cilët na mbështesin. Keni zgjedhur tashmë çdo gjë, të merrni skenën me vete, kosmografinë, gjitha këto. E gjitha do shkoj paket në Prishtinë, në Shtime dhe në Shkodër dhe në Tiranë. Në fakt, ata që janë profesionistë, ata që kuptojnë më së miri këtë punë, dinë që o bëhet siç duhet deri në fund me gjitha, ose e lëmë për gjysmë dhe nuk e bëjmë fare. Ashtu kemi ne për qëllim. Po, masi që është hera e parë që ne shkojmë, qëllimi im kam qenë që në fakt si unë, si edhe si bashkimi të tretë të shkojmë dhe të prezantojmë sa do pak të copëzave tona atë çka ne në fakt po punojmë këtu çdo ditë. Dhe ti tregojmë këtyre miqve tanë, kolegëve tanë, ata cilët mezi po presin dhe në fakt nëse fillimet e studimeve të mia kanë qenë 2013-2014, tani mund të them që po kthehemi pas 10-12 viteve t'ju japim edhe atyre pak ëmbëlsi dhe freski. Është e bukur sepse flasim për teatrin Dodona, ne themi janë aktor të diplomuar shumica prej atyre që performojnë, edhe nga ana tjetër shkoni me teatrin Teuta, me disa aktor që nuk janë të diplomuar, kemi bashkimin, por me disa aktor që janë të diplomuar këtu, sepse duan artin edhe e kanë të lindur talentin e tyre, është për t'u vlerësuar. E vërtet, kjo është edhe ajo që bën edhe më të veçantë. Kur takohemi me gjithë këta teatro, patjetër që në diskutim bisedojmë edhe për këtë, që ne jemi një ekip e vogël, por me ëndra dhe me qëllime të mëdha. Është e bukur. Duket një fjali kështu e dëgjuar shpesh, por është një fjali që juve ju përshkruan. Vetëm dal pak jashtë Buongiornos, shfaqe vetëm pak një muaj, dy sa kemi më herët me nxënësit e gjimnazit publik Vllazërim Bashkim. A është krijuar ky besimi edhe tek gjimnazistët nga ajo që shohin se çfarë po bëni ju, Dina? Në fakt po Daf, dhe po ka para një muaj ku me datë 20 diçka mars, sepse tani më 23 mars, kemi patur premier kështu shfaqjen Si ta doni të autorit Shakespeare, një bashkëpunim i cili tashmë është bërë shumë i besuar nga drejtoresha e shkollës së mesme, ku njëri çdo rasti ta falenderoj për besimin dhe për mundësinë edhe, ku ne fakt themi gjithmonë që kemi për qëllim që t'i mbajmë afër këta të rinj, këta e cila janë e ardhmja jonë, këta me cilët ne synojmë t'i kemi nesër kolegë dhe të bëhen në fakt në një farforme bashkëudhëtar të karrierës tonë. Jam shumë e lumtur që çdo gjë po shkon me sukses edhe në atë drejtim, ku në fakt dy nga këta nxënës do vazhdojnë rrugtimin në Fakultetin e Arteve të Bukura të Prishtinës. Nuk do doja të zbuloj emrat tani, sepse do e lëm për pas pak, por në fakt janë ata të cilët e shohin veten dhe ajo çka është ajo me ëmbla gjithë kësaj është që kur kemi kontakt dhe me mësimdhënësit e shkollës së mesme, ku na shohin cepave për prova,
e din dhe i kanë spikatur në fakt ata nxënës të cilët na thonë në fakt, jo, mësimi është i tepërt për ta, janë për aktrim, janë për teatr, janë për skenë, kështu që Edina të lutem vazhdo puno me ta sepse nuk janë të tanë. Kështu që e bukur e gjithë kësaj është që po na besohet kjo punë edhe nga mësimdhënësit, edhe nga ata të cilët kur ne kemi dalur nga të dyer, sot po rikthehemi aty si profesionist dhe jam i lumtur që kështu një farforme po përqafohet nga gjithë. Kjo është edhe arsyeja pse Buongiorno është realizuar një kohë rekord, ku pas përfundimit të asaj shfaqjes, asaj premiere, ne kemi vazhduar pastaj e gjithë energjinë për Buongiorno dhe për gjithë këtë rrugtim ku në fakt jam në një farforme aq sa të emocionuar, nuk e dim edhe çfarë po na pret dhe por e dim që e besojmë në fakt që publiku është ai i cili do e përqafojë sadopak këtë shfaqje të votkël me zemër të madhe. Shumë suksese. Shumë faleminderit. Kënaqësi që ishe sot me ne, sepse di që le të themi këto orët e fundit është dita sot që jepet shfaqja dhe kanë shumë ngarkesë. Por besoj se është bukur që t'ja përcjellin publiku, që t'jenë sonte aty, por edhe gjithë që na ndjekin në Kosovë, në Shqipëri, kemi fatin që ndiqemi dhe besoj se e kanë marrë ftesën edhe ato. Jemi tejet falendërues juve për gjithë mbështetjen, për përkrahjen dhe jeni gjithmonë krah dhe gjithë rrugtimin ton përcjellim me shumë dashamirësi dhe ju. Faleminderit. Është një Dina, shumë suksese.